Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi në sezonin e turshive dhe një nga turshitë e mia të preferuara dhe ajo që e kërkoni ju më së shumti është turshia me speca somborka të mbushura me lakër. Gjitha llojet dhe recetat e turshive që unë i përgatis i bëj gjithmonë pa konservanse dhe i ruajmë ato në mënyrë natyrale, ashtu siç kemi mësuar dhe trashëguar nga nënat dhe gjyshat tona. Fillimisht për këtë turshi kemi nevojë për specat somborka. Tani kemi edhe në sezon, këto janë pak djegës, sepse kështu janë vetë nga natyra. Nëse nuk ju pëlqejnë, mund të mberni speca për mbushje të verdhë, të cilat janë pa djegës. Në total, unë po përdor 3 kg speca. Fillimisht do të vazhdojmë që t'i pastrojmë specat mirë ka lëvorat. Vazhdojmë t'i pastrojmë tani specat nga farat, duke krijuar këtu vend për mbushjen pastaj. Pasi kemi pastruar specat, vazhdojmë që ta përgatisim tani edhe lëngun e turshis, sepse lëngu i turshis duhet që të vlojë një herë dhe pastaj të ftofet tërësisht. Fillimisht në një do të shtojmë 500 ml me uthull. Lloji i uthullës që unë e përdor zakonisht kur përgatis turshi është uthull me 9%. Tani në një tenxhere më të madhe, fillimisht e shtojmë uthullën. Vazhdojmë që brenda tani të shtojmë 2 litra me ujë. Litra e dytë. Vazhdojmë që ta shtojmë sasinë e krypës. Për 2 litra ujë shtojmë 2 luke gjys kryp, por unë në turshi zakonisht përdor kryp të trash të detit. Dhe në çdo turshi duhet që shtojmë edhe sheqer, sepse sheqeri ndikon edhe si konservues dhe ndihmon në ruajtjen e turshisë. Në total do të shtojmë 2 lugë gjelle me sheqer. Përziejmë mirë dhe e vendosim në zjarr të lartë. Presim derisa uji që kemi shtuar brenda të fillon të vlon. Nga momenti që vlon, e ziejmë fiks për 2 minuta dhe menjëherë e largojmë nga zjarri. Tani kemi nevojë për lakrën. Lakër në total do të përdorim dikon 3 kg lakra. Vazhdojmë që ta grim lakrën sa më imët. Fillimisht lakrën do ta grim sa më imët. Unë po përdor një aparat të tillë, i cili më ndihmon që ta bëj lakrën edhe shpejt, edhe shumë hollë. Vazhdojmë që ta grim lakrën. Për ta grirë sa më imët, unë po përdor një aparat të tillë, i cili ma lehtëson punën dhe ndihmon që ta bëj më lehtë dhe më shpejt lakrën sa më hollë. Tani tek lakra do të shtojmë 1 lugë gjelle me kryp. Vazhdojmë që ta shtypim shumë lakrën tani. Në këtë mënyrë do ta sfusim dhe do ta bëjmë gati për mbushje. Pasi e kemi shtypur mirë, lejojmë që lakna të pushojë mos paku 30 minuta. Uji ka vluar, kemi lejuar që të vlohet fiks për 2 minuta dhe tani e largojmë anës që të na ftofet. Në këtë turshi, uji duhet që të merr vaj një herë dhe të ftofet tërësisht, për mos ta qullur turshin. Pasi kemi pastruar gjitha specat mirë nga farat dhe i kemi larë mirë me ujë, i rrotullojmë me kokën poshtë që të largohet uji i tepërt. Ju lutem ndiqni të gjitha hapat që po i paraqes në video për një rezultat sa më të mirë të turshisë. Është e nevojshme që të largohet uji i tepërt, që turshia na qëndroj vetëm me lëngun që do ta shtojmë sipër dhe mos na derdhet pastaj lëngu duke u fermentuar turshia. Tani nga lakra do të vazhdojmë që ta largojmë lëngun e tepërt. Tani e marrim lakën, e shtypim mirë dhe largojmë lëngun e tepërt. Tani që edhe specat i kemi mbajtur me kokën poshtë dhe edhe nga specat ka dalë lëngu i tepërt, vazhdojmë me mbushjen. Me lakrën, cilën e kemi shtypur mirë, vazhdojmë që t'i mbushim specat, duke i shtypur mirë që t'na mbushen tërësisht me lakër. Pasi mbushim specat, tani vazhdojmë me renditjen. Kavanozat cilat do t'i përdorim për turshin duhet të jenë të pastruara mirë me ujë, të sterilizuara mirë me ujë të nxehtë dhe të thara mirë, pra nuk duhet të kemi brenda ujë. Vazhdojmë tani këtu brenda,
t'i shtojmë specat e mbushura. Vazhdojmë mbushje dhe unë do të mundohem që t'i rendit me ngjyra specat që duket më bukur turshia në kavanuza. Tani me lëngun i cili është ftofur, i mbulojmë turshit. Pasi shtojmë lëngun akull të ftohtë, vazhdojmë tani që t'i mbyllim kavanuzat. Dhe këtu përfundon turshia jonë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju këto turshi të mrekullueshme. Dhe poshtë në komente, pres më tregoni se cilën turshi keni dëshirë që ta përgatisim së bashku edhe këtë vit. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.